Parashikimi javor. Rufe, stuhi shiu breshër dhe ulje temperaturash. Si do t'jetë moti ditën e verës? Për javën që presim, vendi ynë pritet të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme si pasojë e kalimit gradual të frontit të ftohtë. Ditën e hënë dhe ditën e martë pritet moti vranët dhe me intervale kthjellimi. Vranësira do të pasohen me rreshje shiu të erpasershme në formën e shtrëngatave afat shkurtër shoqëruar me shkarkesa elektrike lokalisht breshër. Në Alpe pritet stuhi bore, ndërsa në relievet malore, verilindje, juglindje, pritën në rreshje bore me intensitet ullët në lartësinë mbi 1000 metër deri në mesatar në majat e maleve. Dita e mërkurë nis me mot me alternime vranësirash dhe kthjellimesh të erpasershme. Në orët e pasdites pritet rreshje shiu me intensitet ullët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa në relievet malore lokalisht mesatar, si dhe prezencë të rreshjeve të dëborës me intensitet ullët në relievet malore. Ditën e njëjtë dhe ditën e premte pritet mot me kthjellime dhe alternime vranësirash të pakta deri në mesatar. Ditën e hënë, në orët e para të ditës deri në mesditë, era me drejtim juglindje jug-perëndim pritet të shfaqet problematike me shpejtësi mesatare nga 3 në 10 metër në sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare Lugina, era do të jetë në forcën e tufanit 17 deri 23 metër në sekond, shoqëruar me dallgëzim të forcës 4 deri 6 ball. Më pas pritet rënja e intensitetit të erës nga 2 deri në 10 metër në sekond.